Tentoi të kalonte në kufi një shtetase të mitur me qëllim trafikimin e saj në Kosovë, arrestohet në flagrancë 22 vjeçari. Gjithashtu është arrestuar edhe pasagjeri në automjetin e 22 vjeçarit për mos kallëzim të krimit, thuhet kështu në njoftimin zyrtar të drejtorisë vendore të policisë. Sipas këtij njoftimi, shërbimet e policisë kufitare në Morin në vijim të punës për goditjen e paligjshmërive në kufi bazuar dhe në analizën e rrezikut, ka ndaluar në dalje të Republikës së Shqipërisë automjetin me drejtues një 22 vjeçar i cili udhëtonte me një 18 vjeçar dhe me një shtetase 14 vjeçe. Nga hetimet dyshohet se shtetasi 22 vjeçar po tentonte ta kalonte në kufi 14 vjeçaren me qëllim trafikimin e saj në Kosovë. Në vijim të veprimeve, specialistët për hetimin e trafiqeve të paligjshme arrestuan në flagrancë 22 vjeçarin banues në Berat për veprën penale trafikimi të miturve, si edhe 18 vjeçarin banues në Berat për veprën penale moskallëzimi i krimit. Me datën 28/9/2025 në drejtorinë vendore të policisë Durrës kanë kallëzuar familjarët e 14 vjeçares për largimin e saj nga banesa. Vijojnë hetimet për rastin. Materialet procedurale ju referuan prokurisë për veprime të mëtejshme, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë vendore Kukës.